Forcat amerikane në bashkëpunim me partnerët rajonal ka realizuar një seri sulmesh ajrore ndaj objektivave të grupit ekstremist ISIS, bëri të ditur Komanda Qendrore e SBA-ve. Operacioni i njohur si Operation Hawkeye Strike është autorizuar nga presidenti amerikan Donald Trump dhe vjen si reagim ndaj sulmit të ISIS më 13 dhjetor, ku vran pjesëtar të forcave amerikane në Siri. Sipas CENTCOM, veprimet ushtarake kanë për qëllim dobësimin e kapaciteteve operacionale të grupit dhe garantimin e sigurisë së trupave amerikane dhe aleate. Burime zyrtare amerikane kanë konfirmuar se gjatë operacionit janë përdorur mbi 90 municione të drejtuara me saktësi kundër më shumë se 35 objektivave. Në sulme kanë marrë pjesë avion luftarak të tipit F-15E, A-10 dhe AC-13-0J, si dhe mjete ajrore pa pilot MQ-9. Operacioni ishte mbështetur edhe nga avion F-16 të forcave ajrore të Jordanisë. Autoritetet amerikane nuk kanë dhënë detaje mbi zonat e goditura apo numrin e viktimave, duke theksuar se vlerësimet janë ende në proces. Ministri Amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, deklaroi se SBA-ja do të vazhdojë veprimet kundër ISIS, duke nënvizuar se sulmet janë pjesë e një strategjie për të parandaluar rikthimin e grupit ekstremist. Operacioni Hawkeye Strike u shpall për herë të parë në dhjetor, pas një sulmi në Palmira ku humbën jetën 2 ushtarë amerikan dhe 1 civil amerikan. Që prej asaj kohe, forcat amerikane kanë zhvilluar disa operacione toksore dhe ajrore, duke neutralizuar 10 anëtar të ISIS. Situata e sigurisë në Siri mbetet e paqëndrueshme mbas ndryshimeve politike të ndodhura në fund të vitit 2024, ndërsa ISIS, megjithëse i dobësuar, vazhdon të shfaq aktivitet të kufizuar, kryesisht në verilindje të vendit.